Lavdi Zotit që jemi bashkë prapë. Si jeni, mirë? Sot do të vazhdojmë me serinë që kemi filluar në lidhje me temën e marrëdhënieve. E në fakt, letra e parë Korintasve 7 flet për një vijshmëri të temave për cilat kemi folur që nga fillimi, duke bërë fjalë për të pamartuarit, për të martuarit, duke bërë fjalë për vejërinë, për divorcin. Edhe me qenë sinqert, sot në botë ju e dini që një film 2 orë po të shikosh apo të dëgjosh në media një emision në lidhje me këtë çështje merr indoktrinimin në mënyrën se si bota operon në lidhje me marrëdhëniet me këtë çështje që ne po shikojmë së bashku. Sa nevojë që kemi ne në fakt që të kuptojmë këshillën e Zotit, sepse ajo ka më tepër vlerë se sa çdo gjë tjetër. Këto janë çështje sa të rëndësishme, aq edhe delikate në jetën e gjithë secilit. Ne dimë se ku po shkon shoqëria në cilën jemi sot. Prandaj kjo e bën eminente edhe më shumë rëndësinë e fjalës Perëndis në jetën e gjithë secilit, sa i takon këtyre çështjeve. Filozofia e botës është një gjë, por fjala e Perëndis është një gjë tjetër. Edhe ne kemi, siç thash, nevojë sot do të shohim parimin që fshihet në të gjitha thënjet e palit në këtë kapitull. Është një parim i cili duket që në vargun e parë të kapitullit 7. Edhe me thënë drejtën, e rëndësishme është të shikojmë kontekstin. Ky është rregulli i parë i studimit të Biblës, sepse ne dimë që para se të studiojmë një pasazh të shkrimit së pari duhet të shikojmë kontekstin. Një tekst pa kontekst është pretekst. Duhet gjithmonë konteksti. Shumë i rëndësishëm. Atëherë le të lexojmë së bashku për kontekst këtë pasazh që ne pam javën që kaloi. Edhe para se ta lexojmë, ju shikoni kategoritë në lidhje me statusin në marrëdhënie që Pali përshkruan këtu, duke filluar me të pamartuarit, me gratë e veja, edhe thotë po u them se për ta është më mirë nëse qëndrojnë si unë. Shikoni pak vijshmërinë dhe qëndrueshmërinë në arsyetimin e Palit, logjikën që ai përshkruan në këto vargje. Dhe thotë është mirë, thotë, nëse qëndrojnë si unë, por nëse s'përmbahen dot le të martohen, sepse është më mirë të martohesh se të digjesh. Tani, jo të gjithë e kanë dhunti faktin që të jenë të pamartuar, dhe ne kemi folur në hollësi për këto çështje, kështu që për shkak të kurvërisë, kryerja e atyre marrëdhënieve intime duhet të jetë brenda martesës, edhe prandaj thotë më mirë të martohesh se të digjesh, nëse s'përmbahesh dot, edhe thotë kurse të martuarve, këtu kemi kategorinë tjetër, ju urdhroj jo unë, por Zoti thotë që gruaja të mos ndahet nga burri. Shikoni status quo-n. Do të thënë mirë është nëse qëndrojnë si unë, thotë për të pamartuarit dhe gratë e veja, këtyre që janë të martuar, gruaja të mos ndahet nga burri. Shikoni është e njëjta qëndrueshmëri, e njëjta vijshmëri në gjykimin e Palit, dhe nëse është e ndarë thotë mbetet të pamartuar ose të pajtohet me burrin e saj, për këtë folëm javën që kaloi, dhe burrit mos e lër gruan. Shikoni, por të tjerëve u them, unë thot jo Zoti, dhe kemi folur se çfarë do të thotë kjo. U them unë dhe jo Zoti, ideja ishte që në kohën e Krishtit, kjo nuk ekzistonte si një çështje, për shkak sepse kisha e Zotit nuk ishte formuar ende në kohën e Krishtit. Apo jo? Jemi dakord? Kështu që Jezusi nuk e përmendi këtë që po thot Pali këtu, tek Mateu 19, edhe pasazhe tjera, Luka 16, edhe pasazhe tjera në Ungjil që flasin në lidhje me çështjen e martesës apo divorcit, edhe thot po ju them unë tani. Edhe në vargun 40 thot a dini që edhe unë kam frymën e shenjtë. Domethënë fjala që unë po ju them, thot Pali, nuk është a priori mendimi im, por është fjala e Zotit. Amen. Unë po ju them, shikoni se çfarë autoriteti ka Pali kur ai e thot një gjë të tillë, edhe thot nëse një vllaka, një grua jo besimtare, pra në një çift gruaja ose burri shpëtohet, edhe i keni të dyja rastet. Unë nëse një vllaka, një grua jo besimtare dhe ajo do të banoj bashkë me të mos e lërë atë dhe gruaja, në rastin kur gruaja shpëtohet edhe ka një burr jo besimtar, ai do të banoj bashkë me të mos e lërë atë. Shikoni status quo-n. Sepse burri jo besimtar është shenjtëruar nëpërmjet gruas dhe grua jo besimtare është shenjtëruar nëpërmjet burrit, sepse përndryshe fëmijët do të ishin të papastër, por kështu janë të shenjtë, por nëse jo besimtari ndahet, le të ndahet, duke kuptuar këtu që nuk është besimtari ai që
divorcohet. Domethënë nuk është opsion për besimtarin. Nëse jo besimtari dëshiron ta bëjë një gjë të tillë, atëherë është në vullnetin e tij, le të ndahet. Në të tilla raste vllai ose motra nuk janë më të lidhur, por Perëndia na ka thirrur në paqe dhe sepse çfarë di ti o grua, nëse ke për ta shpëtuar burrin, ose ç'di ti o burr nëse ke për ta shpëtuar gruan. Edhe ne dimë që Bibla është kundër divorcit, apo jo? Në asnjë mënyrë nuk duhet të jetë krishteri që insinuon divorcin, që në rastin kur dikush shpëtohet brenda çiftit. Kur janë të dy të shpëtuar, Bibla thot, vazhdo, nuk ka opsion. Opsioni është për një të pamartuar, nëse do të martohet ose jo, ka opsion, do të pres, apo ku di unë, sipas dhuntisë që ka, apo edhe dëshirës, vendimit, zgjedhjes, karakterit, rrethanave, gjithçka që ai gjendet në lidhje me këto situata, ndërsa për të martuarit s'ka opsion. U lidhe? Ashtu je. Mos e zgjat më. Kjo gjë mbaroi. Kështu që këto gjëra kemi folur. Kështu që parimi është më mirë që ndrosi je se sa të ndryshosh rrethanat e jetës. Vijshmërinë në gjykimin e palit. Po cili është parimi për cilin do të flasim sot? Edhe ja ku e kemi aty lart, në vargun 17, po le ta shikojmë pasazhin, sepse pasazhi i sotshëm është me të vërtetë i rëndësishëm. Është një parim i cili na përfshin të gjithëve. Dhe Pali thot, por secilit siç i ndau Perëndia, secilin siç e thirrri Zoti, ashtu të ecë. Ky është titulli, i mesazhit, shikoni? Është nga vargu 17 është titulli i mesazhit për sot. Siç e thirrri Zoti, ashtu të ecë. Dhe kështu urdhëroi thot në të gjitha kishat, thot Pali. Edhe shikojmë vijshmërinë e mendimit të tij. A u thirr, shikoni fjalën thirrje sa herë përmendet. A u thirr ndokush i rrethprer, le të mos bëhet i pa rrethprer. Dikush u thirr i pa rrethprer, le të mos rrethpritet. Rrethprerja nuk është asgjë dhe pa rrethprerja nuk është asgjë për zbatimin e urdhërimeve të Perëndisë. Gjithsecili thotë le të qëndrojë në atë thirrje në të cilën u thirr. Ai e thirrur si sklav, mos u shqetëso, por nëse mund të bëhesh i lirë, më mirë ta bësh këtë, sepse ai që është i thirrur në Zotin duke qenë sklav është i liruar i Zotit, po ashtu që është thirrur duke qenë i liruar është sklav i Krishtit. Ju jeni bler me një çmim, mos u bëni sklever të njerëzve. Vëllezër, secili le të mbetet përpara Perëndisë në gjendjen në të cilën është thirrur. Shikoni parimin, dakor? Do thënë, por secilit siç i ndau Perëndia, secilin siç e thirrri Zoti, ashtu të ecë. Le të lutemi, bashkë kemi pak nevojë të lutemi. Atë dashur, faleminderit për këtë mëngjes, faleminderit për këtë mundësi që kemi për të dëgjuar zërin tënd. Folu zemrave tona sot në lidhje me këtë çështje kaq të rëndësishme. Sepse Zoti ti ke fjalën më të mirë për ne. Na mëso dhe na fol, në emrin tënd të çmuar lutem. Amen. Ky është refreni i Palit. Po ta shikoni, titulli i mesazhit sotshëm është refreni i Palit në këtë pasazh. Po jo vetëm në këtë pasazh, në të gjithë kapitull që ne po studiojmë së bashku. Edhe ç'lidhje ka ky pasazh me marrëdhëniet, do të thoshim ne. Në fakt, ky pasazh është pjesë e këtij kapitulli që po flet për marrëdhëniet, për martesën, pamartuarit etj. Dhe ky pasazh bën fjalë se si ti shërbejmë Zotit në gjendjen që jemi. Edhe Pali tashmë e ka dhënë këtë parim dhe tani po e shpjegon. Parimi është siç u thirrë, ashtu ecë. Unë sot do të them disa shprehje në mënyrë të përsëritur, sepse me të vërtetë ky parim, të cilin Pali po e si thua përfshin në të gjithë këtë çështje që ne po studiojmë së bashku, është jashtëzakonisht jetësor. Edhe parimi ky është, më mirë qëndro siç je se sa të ndryshosh rrethanat e jetës tënde. Tani nuk dua që ta keq kuptoni Palin kur e thot këtë gjë dhe së pari le të ju them këtë. Ky mesazh që do të dëgjojmë sot, që do të shohim nga fjala e Perëndisë, shumë kujt ndoshta nuk do t'i pëlqejë. Dëgjoj, mos u mërzitni me mua. Dakor, mërzituni me Biblën. Nëse mërziteni me Biblën, është puna juaj, është puna e gjithë secilit. Por parimi për cilin do të flasim sot është një parim që përfshin çdo aspekt të jetës njerëzore. Patjetër në fushën e marrëdhënieve, për cilat ne po bëjmë fjalë dhe po i studiojmë, por në çdo aspekt të jetës. Edhe në vargjet 17 deri 24, shikoni me vëmendje, e keni pasazhin aty. Duket sikur Pali po devion pak nga tema të cilën po trajton në kapitullin 7. Ai flet aty për sklevrit, flet për ata që janë të liruar, ai flet aty për ata që janë të rrethprer, ai flet aty për ata që janë të pa rrethprer, flet për ritet judaike,
Edhe pse Pali duhet të dalë nga tema, sepse kështu duket. Pal, a nuk ishe duke folur ti tani për marrëdhëniet, për të pamartuarit, për të martuarit, për vejërin, për divorcin, edhe tani ti po flet për këto sklever të lirë, njerëz të rrethprer edhe të parë rrethprer, por parimi bën fjalë për një shprehje të kënaqesh në gjendjen që je. Është e vështirë, unë e them që nga fillimi, shpeshherë është e vështirë, por në fakt Pali përpiqet ta shpjegojë këtë parim edhe më mirë. Pa u zgjatur shumë, gjatë javëve ne kemi parë që në kishën e Korintit ekzistonin dy lloj filozofish, të cilat ishin ekstreme. Njëra prej tyre kishte të bënte me hedonizmin, njerëz të cilët thoshin që me që shpirti është i shpëtuar, trupi nuk vlen asgjë, atëherë le ti japim trupit, le ti plotësojmë atij çdo reks, çdo pasion që ai ka. Edhe ishin kaq të, si thua, të obsesuar me këtë gjë sa që e përdornin trupin e tyre për kurvëri. Edhe Pali thot, çfarë? Në kapitullin 6? A jeni në vetë ai që një gjymtyr që ngjitet kurvës tot bëhet një trup me të? Jeni në vetë? Çfarë po bëni ju? Trupi është për Zotin. Është i shenjtë, thot. Edhe kjo ishte mënyra se si Pali u shpreh. Edhe aspekti tjetër, ose le të them kategoria tjetër e njerëzve, të cilët ishin indoktrinuar me shoqërinë pagane në botë, ishte që për shkak të skaluarës tyre në imoralitet, edhe në këto probleme të shoqërisë korintase të asaj kohe, edhe madje edhe vetë historianë e quanin një shoqëri të tillë të korintianizuar, mendoni ku shkonte niveli i shturjes së asaj shoqërie ku ishte në Korintin asaj kohe, mendoni çfarë niveli kishte arritur. Edhe kishte për atyre njerëzve që për shkak të skaluarës tyre në imoralitet i kishte zënë paniku, edhe thoshin që të bësh një intimitet të tillë edhe në martesë, sepse edhe martesën e konsideronin mëkat, domethënë ata nuk e pranonin një gjë të tillë, edhe kjo ishte situata që po bën fjalë Pali në kapitullin 7 të letrës së parë të Korintesve. Po dikush që ishte i martuar mendonte sa do doja të mos isha martuar, më mirë të mos isha martuar kurrë. Edhe çfarë donte ai? Donte të ndryshonte statusin e tij. Kjo ishte situata, është një thënie frikshme. Mirëpo në kontekstin e gjërave që po flet Pali, për shembull në vargu 29, nuk e kemi këtu, por unë po e citoj, dhe po ju them, thot Pali, këto vëllezër, se koha është shkurtuar, kështu tashë tutje edhe ata që kanë gra, të jenë si të mos kishin. Mendoni pak, edhe kishte prej tyre, për shembull që mendonin kështu para se Pali të shkruante. Edhe thoshin që na duhet ne martesa. Edhe martesa kishte të tjerë që mendonin vërtet këtë dhe thoshin martesa për mua është bërë barr. Nëse nuk do t'isha i lidhur, nëse nuk do t'kisha pengesa dhe kufizimet që sjell gruaja, fëmijët, edhe barra familjare, për shkakun që po më shqetëson, atëherë do t'isha në mision diku, do t'isha duke ndarë ungjillin derë më derë tek njerëzit, shtëpi më shtëpi nga një vend në një tjetër duke predikuar ungjillin, dhe çfarë donte të bënte ai? Donte të ndryshonte statusin e tij. Disa tjerë thonë të kundërtën, si rezultati i presionit që ekzistonte në atë kohë edhe në kishën e Perëndisë në Korint për shkak të judejve, të cilët në ligj mendonin që Zoti dëshironte që çdo njeri të martohej, dhe këtë kishin filozofinë e tyre dhe ushtronin presion mbi ata që ishin të pamartuar. Edhe të pamartuarit që ndiheshin në presion, që thoshin që ja ndihemi pavlefshëm në këtë gjendje që jam. Edhe sikur sa do doja të isha martuar, vetëm këtë gjë dua. Edhe kjo do t'i zgjidhte të gjitha problemet që un kam. Sikur kjo të ishte gjithçka që ata donin. Edhe ishin të fokusuar vetëm në këtë çështje, që të martoheshin. Kjo ishte filozofia e jetës së tyre. Dhe Pali në këtë pasazh flet edhe për ata që janë sklever, për shembull shikojeni këtu. Për skleverit. Kishte prej tyre për shembull që thoshin do doja të mos isha fare në punë, nuk më pëlqen të shkoj në punë. Dua të ndryshoj diçka, nuk dua të jem më në atë gjendje, donte një ndryshim. I martuar i thoshte më mirë i pamartuar. I pamartuar i thoshte më mirë i martuar. Dhe thënë, donin të ndryshonin statusin e rrethanat e jetës së tyre, sepse mendonin se ndoshta do të ishin më frymëror. Kjo ishte situata. Hece gjejet ju tani, shikoni lloj mendime që ata kishin. Edhe për këtë ne po bëjmë fjalë, njerëz që donin të ndryshonin rrethanat nga jashtë të jetës së tyre. Kishte në kishën e Korintit dikush që donte të kishte një pozitë më të mirë në punë, edhe mendonte për këtë. Dikush donte të kishte një punë më të mirë, të ardhura më të mira, që të mund të bënte një jetë edhe më të mirë, për të blerë disa gjëra më shumë dhe për të pasur një jetë më të mirë për vete. Ai sa bëj qëllim në vetvete një gjë e tillë.
Bëj qëllim në vetvete. Duhet kemi kujdes sepse jo të gjitha këto, patjetër jo të gjitha këto, janë të mira. Disa prej tyre patjetër janë të mira, si çështja e punës, një njeri që mendon për të ardhmen edhe patjetër është një gjë e mirë të kesh një pozitë më të mirë, nuk diskutohet, mirë po mund të bëhen të gabuara. Disa janë shumë të gabuara, por disa që ndoshta nuk janë dhe aq të gabuara mund të bëhen të gabuara. Mund të thoni pse e thua ti një gjë të tillë. Por sepse edhe ato gjëra që mund të tingëllojnë të mira për le të them që nuk konsiderohen mëkat, kupton të kesh diçka më të mirë, të ardhura më të mira etj. Kur këto gjëra preokupojnë jetën e besimtarit. Kur këto gjëra bëjnë qëllim në vetvete, saqë dikush do që të ndryshojë rrethanat, vazhdimisht të ndryshojë rrethanat e jashtme, duke pasur këtë ndjesi pa kënaqësie për realitetin ku ai gjendjet, për gjendjen që ai është. Gjithmonë nuk ngopet, do që të ndryshojë rrethanat, edhe këto bëjnë qëllim në vetvete. Edhe ai shpenzon kohën e tij, shpenzon energjinë e tij, shpenzon të ardhurat e tij, edhe fokusohet vetëm në këto gjëra, thuas që ky është qëllimi që Zoti e ka thirrur atë person. Që ai të jetë gjithmonë i pakënaqur në kërkim të ndryshimit, të rrethanave të jashtme. Për të arritur atë qëllim apo synim në jetë. Tani pyetja është për përfitimin e tij apo për të shërbyer Zotit. Kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj apostulli Paul po ju thekson këtyre korintasve që një njeri mund të jetë krishter në çfarë do situate në jetë. Një njeri mund të jetë i perëndishëm, nëse është i martuar, nëse nuk është i martuar, nëse është sklav, nëse nuk është sklav, një njeri mund të jetë i krishter në çdo situatë të jetës. Në çdo rrethan të jetës. Kudo që të jetë, në çfarë do lloj situate, mund të jetë frymëror dhe të ecë me Zotin. Mund të jetë i perëndishëm dhe të ecë me Zotin në çdo rrethan të jetës. Është gabim të mendojmë si korintasit, duke dalë në konkluzionin që vetëm nëse do të isha i pamartuar, atëherë do të isha më frymëror, do të isha më i lirë nga barrët, nëse do të isha i martuar me një të krishter, dikush që shpëtohej, për shembull, brenda çiftit. Atëherë jeta ime do të ishte ndryshe, edhe parimi është i fshehur këtu në kontekstin e letrës së parë Korintasve kapitulli 7 për cilën e folëm, që Pauli thot aty, nëse je i martuar, je i martuar. Nuk ka ndryshim statusi. Edhe ata i kishin këto probleme. Po të kisha më shumë para, gjërat me Zotin do të shkonin më mirë se sa shkojnë tani. Por ungjillin, interesante, njerëzit gjithmonë në kërkim të ndryshimit. Edhe Pauli thotë nuk duhet jetë kështu, sepse nuk varet nga rrethanat. Nëse ti je frymëror ose jo. Nuk varet nga rrethanat, nëse ti je i perëndishëm ose jo. Edhe këto ishin pak a shumë probleme edhe këtyre besimtarëve, por ata bënin një gabim të madh se jo vetëm që i thoshin këto gjëra, por shkonin edhe më tej, duke ndryshuar statusin e tyre dhe aq më tepër ata që ishin të martuar, që nuk kishin opsion në lidhje me këtë çështje. Duke i menduar këto gjëra, ata thoshin që do të ishim më të perëndishëm. Tani le të marr një ilustrim nga jeta jonë praktike. Për ne sot, ka të krishterë që përpiqen të ndryshojnë shoqërinë në cilën e gjendemi. Edhe është një gjë e mirë, ka të krishterë sidomos në botën perëndimore, në ato vende ndoshta ku edhe krishtërimi ka vendosur bazat e shtetit të tyre, të kushtetutës tyre, njerëz që përpiqen të japin një ndikim në shoqëri duke u përpjekur që ta ndryshojnë shoqërinë njerëzore. Edhe marrin pjesë në fushata të ndryshme, sensibilizuese, që njerëzit të mendojnë për jetën e tyre më mirë, për të ndihmuar ata nga ana humanitare, duke dhënë ndihmë, duke ofruar asistencë në gjëra të ndryshme sociale, plagë të shoqërisë, probleme në rrafshin njerëzor, në fushën e marrëdhënieve, edhe ka të tillë të krishterë që bëjnë një gjë të tillë me shumë kënaqësi, madje janë të përfshirë shumë që bota të jetë një vend më i mirë. Edhe ndihen më mirë duke e bërë një gjë të tillë. Duke ndryshuar, duke dashur që bota të jetë një vend më i mirë. Në thelb janë gjëra të mira, por nuk është ky. Vëllezër mota, dhe këtë dua të them, nuk është ky qëllimi për cilin ne jemi këtu. Nuk është ky qëllimi ynë këtu në botë që ne të ndryshojmë gjërat nga ana e jashtme. Edhe kjo është ajo çka është e rëndësishme dhe Pali këtë po thekson në këtë parim.
ju mundoni, po nga e diti që ide të tilla, ka ide të tilla që mund të bëhen të gabuara në jetën e një besimtari, po lavdi Zotit për fjalën e tij. Unë prandaj thash, ka gjëra që sot nuk do t'i pëlqejnë shumë kujt. Në thelb, fjala e Zotit ka të drejtë. Ide të tilla janë shumë të gabuara për jetën tonë frymërore dhe për rritjen tonë në besim, sepse gjitha këto mendime dhe dëshira e humbin arsyen themelore se pse erdhi Jezu Krishti në botë. Pse erdhi Krishti në botë? Zoti Jezu Krisht nuk erdhi në botë që të nxiste një revolucion social. Ai nuk erdhi që të ndryshonte formën e qeverisjes, për shembull nga monarki në republikë parlamentare në vendet e botës. Ai nuk erdhi për këtë. Ai erdhi që të nxiste një ndryshim frymëror në zemrat dhe në jetët e njerëzve. Ai erdhi që të sillte një ndryshim të brendshëm në jetën e tyre. Zoti Jezu Krisht nuk erdhi në botë që të nxiste ndonjë revolucion social, që të hithe të varfrit kundër të pasurve, apo të pasurit kundër të varfërve, apo që të bënte gjëra që njerëzit sot mendojnë që Jezu Krishti do t'i ndryshonte nga ana politike, ndryshim qeverish, apo çfarë do lloj gjëje që njerëzit mendojnë sot, e di që ne duhet kemi një ndikim pozitiv në shoqëri, në mënyrë absolute po. Ne duhet kemi një ndikim pozitiv në shoqëri, ne duhet kemi një dëshmi të mirë dhe nuk duhet më keq kuptoni këtu, sepse bota ka nevojë të shikojë modele. Modelet e duhura. Shoqëria ka nevojë që të shikojë modelet e duhura. Por nuk duhet të mendojmë se mund ta ndryshojmë tërësisht sistemin e filozofisë të kësaj bote. Nuk mund ta ndryshojmë dot. Nuk mund ta bëjmë dot një gjë të tillë. Madje edhe kur Zoti Jezu Krishti ishte ballë për ballë me Pilatin. Ju kujtohet te Gjoni 18? Si tha Pilati, ti je mbret? Si u përgjigj Krishti? Por se tani mbretëria ime nuk është e kësaj bote, nuk është prej këtej, por se tani. Tani, tha Krishti. Mbretëria ime nuk është e kësaj bote. Do të vi dita kur Krishti të vi për herë të dytë, lavdi Zotit, vërtet ai erdhi të ndryshojë zemrat e njerëzve nga brenda në ardhjen e parë, por në ardhjen e dytë ai do të ndryshojë gjithçka të jashtme gjithashtu, nga ana e jashtme. Mbretëria e Perëndis është në zemrat tuaja, thuhet e Luka 17. Askush nuk mund ta shohë me sy fizik. Gjërat e mbretërisë Perëndis që predikon Pavli, veprat e apostujve, ka lidhje me ndryshimin e jetës së njeriu, me ungjillin i cili ndryshon njeriu nga brenda jashtë. Amen? Ky është ndryshimi. Shpirtrat e njerëzve ka nevojë të shpëtohen. Ky është misioni i Krishtit. Që njerëzit i besojnë atij. Jo të janë fetarë, veprat fetare janë shumë të mira, nuk duat më keq kuptoni, por qëllimi nuk është të ndryshojmë realitetin e jashtëm. E di, njerëzit flasin për paqe sot. Duhet kemi paqe, ta ndryshojmë realitetin në botë, dhe paqja është një gjë shumë e mirë. Në fakt është ëndra e gjithkujt. Edhe e miseve në botë, sa herë marrin intervistë, çfarë duhet që të ketë paqe në botë, thonë. Gati të gjitha. Nuk e di pse e kanë programuar kështu vetën se di. Po njerëzit duan paqe. Duan paqe në botë. Edhe po përpiqen shumë, por t'ju jap një kuriozitet që un kam parë së fundi nga viti 1945, kur është krijuar Organizata e Kombeve të Bashkuara deri në vitin 2024, këto janë statistikat për shembull, në botë ka pasur mbi 300 luftra, konflikte dhe luftra. Nga këto mbi 60 lufta ndërshtetërore. Edhe interesante se në disa vite të fundit, përveç luftrave civile, konfliktet brendshme, por luftra vazhdimisht në disa vite në fund, ja ta lexoj këtu. Nga viti 2022 deri në 2024 ka pasur 50 plus konflikte, aktivitete në një vit, më i lartë se nga lufta e dytë botërore, thotë. Numër më i lartë që nga lufta e dytë botërore. Njerëzit përpiqen të gjejnë paqe sot. E dini kush do ta sill paqen? Princi i paqes. Amen, ai do ta sill paqen e vërtet. Mirë po, nuk mund të ketë paqe në tokë pa i dhënë lavdi Perëndis në vendet qellore. Kështu thanë ëngjëjt tek Luka kapitulli 2. U kujtohet çfarë thanë? Lavdi Perëndis në vendet më të larta dhe paqe mbi dhe.
pëlqim ndër njerëzit. Pa marrë Zoti lavdin që i takon, nuk do të ketë paqe në botë. Sigurisht Jezusi erdhi jo për të sjellë paqen, por më tepër kë? Kë? Thuaje more, thuaje. Shpatën. Pse? Sepse vërteta e Ungjillit, drejtësia e Ungjillit ndan. Dan. Nuk diskutohet. Jezusi erdhi për të ndryshuar zemrat dhe jetët e njerëzve, jo për të nxitur revolucione. Jo për të sjellë ndryshime të jashtme. Ju kujtohet ata donin ta bënin mbret për shembull tek Ungjilli i Gjonit. Jezusi rrëshqiti kështu, iku, u largua. Ata prisnin që ai të vinte me një skep tërhekuri. Me një diadem në kokën e tij, me një kuror në kokën e tij. Po Jezusi erdhi si një qenj, amen, që shkon në thertore. Sepse ai ishte shqetësuar për shpirtrat e njerëzve, për zemrat e njerëzve. Jo për dukjen e jashtme. E në fakt, Jezusi erdhi për të sjellë ndryshime të jashtme në shoqëri, jo për të sjellë ndryshime të jashtme në shoqëri, në institucione, në qeveritë e botës. Letra e parë Korintësve 2, nëse doni më shumë informacion se çfarë ka për të thënë Bibla në lidhje me këtë çështje, shikoni letrën e parë Korintësve 2. Pali flet për pushtetarët e kësaj bote që nuk e njohin Krishtin. Për çfarë shtyen ata për lodrat e kësaj bote. Ndërkohë që misioni i Krishtit ishte shumë më i madh dhe ata nuk e njohin Krishtin. Letra e parë Korintësve 2, shikoni me vëmendje. Padyshim që krishterimi ka ndikim. Fakti që ne jemi besimtarë krishterë ka ndikim në shoqërinë në cilën ne jetojmë, aty ku ka të krishterë. Kjo nuk diskutohet. Kjo nuk diskutohet dhe kështu duhet jetë. Ne duhet rrezatojmë dritën e Krishtit, t'japim modelin që Zotit i pëlqen në botën ku ne jetojmë sot, në botën fizike. Absolutisht, një gjë e tillë është e vërtetë. Por nuk duhet harrojmë se qëllimi kryesor i Ungjillit është ndryshimi i brendshëm që sjell ndryshimin e jashtëm. Le të mos harrojmë një gjë të tillë, ndërsa korintasit po përpiqeshin të ndryshonin rrethanat e jashtme, që këto rrethana të ndikonin në anën e brendshme. Vërtet? A mund të ndodhë një gjë e tillë? Ata mendonin që duke ndryshuar rrethanat nga jashtë do të bëheshin më të perëndishëm, do të zgjidhnin problemet e tyre, do të shërbenin Zotit më fort. Edhe nëse do të martohen, thoshte dikush që ishte i pamartuar, problemet do të zgjidhen. Nëse do të ishe i pamartuar, thoshte dikush që ishte martuar, nuk do të kisha më probleme. Jo më po caqi, nuk i zinte, nuk gjenerati more, në gjërat që kishin. Gjërat duhen parë në kontekst. Sa e bukur që është fjala e Perëndisë. Sa e bukur që është fjala. Nuk kemi mbaruar, ë? Jemi këtu duke mësuar. Do ta shohim se zbatimi i urdhërimeve të Zotit ka rëndësi. Ja pak më poshtë. Do ta shohim se çfarë ka rëndësi. Po kështu mendonin të pamartuarit, duket sikur ishin bërë pishman. Edhe jepnin shkas për divorc, duke menduar që gjitha këto tundime, mëkate fizike do të ishin më të shenjtë për Zotin, do të ishin më të lirë, do të ishin më frymërore, gjëra të tilla të kësaj natyre. Shumë të krishterë ishin sklever në atë kohë. S'është e drejtë vazhdoi të jem sklav, edhe vazhdonin ishin të bindur në këtë gjë. Zoti Krishti më ka dhënë liri. Edhe kishin një dëshmi të çuditshme shpeshherë, por qëllimi i Ungjillit nuk është që të ndryshojë rrethanat apo të shkatërrojë familje. Në mënyrë absolute, por që të ndryshojë njerëzit nga brenda. Të ndryshojë njerëzit nga brenda, nuk është të ndryshojë rrethanat. Qëllimi i Ungjillit nuk është të ndryshojë qeveritë, nuk është të ndryshojë shoqërinë, nëse do ndryshojë qeveria, unë do jem më i perëndishëm. Është kështu? Ja do t'ju jap shembull. Nëse Zoti ndryshon rrethanat, lavdi Zotit është punë e tij. Le ta kuptojmë një gjë të tillë, pavarësisht se dikujt ndoshta nuk mund të mos i pëlqejë një gjë e tillë. Nëse Zoti ndryshon rrethanat, është puna e tij. Sepse nuk duhet që rrethanat e jashtme, vëllezër motra, të drejtojnë jetën tonë. Jeta e një besimtari nuk drejtohet nga rrethanat e jashtme të jetës së tij. Nuk duhet të drejtohet. Le ta fiksojmë mirë një gjë të tillë. Qëllimi i ekzistencës tonë nuk është që të martohemi apo jo, qëllimi i ekzistencës tonë nuk është që të jemi sklever apo jo, por që të japim Zotit lavdi.
Prandaj Pali thotë kështu, e di si është puna, rrethprerja nuk është asgjë, pa rrethprerja nuk është asgjë, zbatimi i urdhrimeve të Perëndisë ka rëndësi. Situata e jashtme nuk ka rëndësi fare, thotë. Kush ka rëndësi? Zbatimi i urdhrimeve të Perëndisë. Çështja kryesore që Pali trajton në këtë pasazh është ky: një krishter mund të jetë i perëndishëm në çdo situatë. Edhe kur familja nuk ndryshon, edhe kur shoqëria nuk ndryshon, edhe kur qeverisja nuk ndryshon, dhe kur institucionet nuk ndryshojnë, edhe kur rrethanat e jashtme nuk ndryshojnë, në diktaturë ai mund të jetë i perëndishëm, në Kinë mund të jetë i perëndishëm, në Irak mund të jetë i perëndishëm, në Korenë e Veriut mund të jetë i perëndishëm, në komunizëm mund të jetë i perëndishëm, në demokraci mund të jetë i perëndishëm, në anarki mund të jetë i perëndishëm. Ju kujtohet viti 1997 këtu në Shqipëri, pa ato vite për shkak ky është brezim. Çfarë konfuzioni që ishte. Mund të vritesh për të shkoje për dhjam qeni, thot populli, për hiç gjë. Megjithatë kisha e Zotit mblidhej, lutej. Njerëzit ishin besnik, ndanin ungjillin, lexonin Biblën, kalonin kohë me Zotin. Ishte anarki, ishte rrëmuj, ishte kohë e vështirë, rrethanat e jashtme ishin të vështira. Një besimtar mund të jetë i perëndishëm në çdo situatë. I rritur, fëmijë, i martuar, i pamartuar, skllav, hebre, jo hebre, i divorcuar, i ve, nëse Krishti na ka çliruar, jemi të krishterë pavarësisht rrethanave. Zoti do të gjykojë një ditë qeveritë e korruptuara, qeveritë imorale, dhe qëllimi i ungjillit nuk është të revolucionarizojë këto gjëra, por më tepër zemrat e njerëzve. Le ta kuptojmë një gjë të tillë. Të jesh i krishter nuk do të thotë të heqësh dorë nga martesa. Nuk do të thotë që të heqësh dorë nga puna. Por çfarë do të thotë të jesh i krishter? Do të thotë që të jesh një bashkëshort më i mirë. Të jesh një punëtor më i mirë. Që dëshmia jote të ketë efekt për ungjillin në martesë, në botën e pashpëtuar, në shoqërinë ku ne jemi. Jo që një krishter të heqë dorë nga martesa, apo nga puna, apo nga dëshmia e tij në mënyrë absolute. Student, ju që jeni këtu edhe të rinj, s'duhet të hiqni dorë nga mësimet, duke justifikuar që po i shërbeni Zotit. Nuk janë rrethanat e jashtme ato që diktojnë jetën e një të krishteri. Por le t'ju them Chelsin, në ato rrethana në cilën ju gjendeni, ne gjendemi, të japim lavdi Zotit, në ato rrethana. Nëse ai do që të ndryshojë, lavdi atij. Amen. Tani, këtu sapo e cekim pak të pjesë, sepse ky është një parim që kur e lexon, vërtet duket i çuditshëm në pamje të parë. Por është kaq i nevojshëm për jetën e secilit për nesh. Kemi të pamartuar, të martuar në këtë kishë lavdi Zotit. Pavarësisht nga situata në cilën je, ne kemi folur para 2 javë, sidomos për të pamartuarit, jepi Zotit lavdi. Përpiqu të thuash që Zoti është besnik, ai është aty për ty. Ai di situatën tënde. Njerëzit sot kanë tendencë që të arratisen nga rrethanat ku janë. Në vend që të ndërtojnë karakterin që ata të jenë edhe më të ngjashëm për Krishtin, sepse rrethanat janë pikërisht ato që pjekin besimin dhe e rrisin një njeri. Njerëzit sot përpiqen që të gjejnë zgjidhje të ndryshme, mendojnë që gjeografia, vendodhja gjeografike do t'i zgjidh problemet që ata kanë. Ndryshimi i statusit të tyre do t'i sjell ndryshimet që ata do t'i zgjidh problemet, le të them, që ata kanë. Duhet të kemi kujdes. Pavarësisht nga situata, mëso të kënaqesh në gjendjen ku je. Pali tha te Filipianë në kapitulli 4, unë jam i kënaqur në gjendjen që jam. Jam mësuar të jem të kënaqem në uri, edhe kur jam i nginjur, tha Pali. Ju mund thoni, po mirë, më konteksti këtu ka lidhje me gjërat fizike. A doni për martesën në një kontekst? Hebrejnë kapitulli 13. Sjellja juaj të jetë pa lakmi paraje. Zoti ka thënë nuk do t'ju lënë, nuk do t'ju braktisë. Dhe kuptimi aty është që të kënaqesh në gjendjen që ju mund thoni, po aty përsëri flet për paran. Por lexoni pak vargu 1 dhe 2 të Hebrejve 13.
çfarë flet në kontekst? Martesa të nderohet nga të gjithë, thotë. Dhe shtrati martesor i papërlyer. Zoti do të gjykojë kur varet dhe kur është shkelsi. Në kontekst, 3-4 vargje më poshtë është ky tjetë parimi që unë thash. Dhe gjithë parimi që përcillet tek Hebrejnë kapitulli 13, vëllezër motra, është pikërisht kjo gjë që Zoti të marrë lavdin në gjendjen që ne jemi. Në gjendjen që ne jemi. Ungjilli është i mrekullueshëm, ai mbillet dhe mund të zërë vend kudo. Edhe aty ku shoqëria ka më shumë ligje dhe kur mëkati nuk duket çeshit, megjithëse ne jetojmë sot në një botë shumë të çuditshme, por edhe aty ku mëkati është i tepërt, lavdi i Zotit. Çdo njeri, çdo vend mund të jetojë i krishterë me hirin e Zotit pavarësisht nga e kaluara e tij personale, pavarësisht nga rrethanat. Edhe duke parë këtë paragraf, mendoni që Pali po devion nga tema. Ne e lexuam paragrafin. Po ashtu është, duke është pak e vërtet kjo, por ai flet aty për judejt, flet për sklevrit, për rrethprerjen, për jo rrethprerjen, dhe ata filluan të shikonin statusin e tyre, që donin ta ndryshonin. Që të ishin sa më frymëror. Dhe Pali u jep këtë parim të mrekullueshëm. Siç u thirrë, do të flasim për fjalën thirrje. Siç u thirrë ashtu ecë, çfarë do të thotë kjo? Secilit siç e ndau Perëndia, secilin siç e thirri Zoti, ashtu të ecë dhe kështu urdhroi në të gjitha kishat. Ashtu siç ishe kur u shpëtove, vazhdo të rritesh. Mos u ndikon nga e kaluara. Nëse ke mëkatuar në të kaluarën, Zoti të shpëtoi nga mëkati, nëse i besove atij, shpëtimi juaj i ka tejkaluar gjitha këto gjëra. Jeni të falur në Krishtin. Jeni të falur në Krishtin. Kështu që s'duhet ndryshojmë rrethanat e jashtme, më tepër të ndryshojmë qëndrimin e zemrës brenda. Në vend që të arratisemi nga rrethanat e vështira, le të, si thua, zëmërrojnë edhe më shumë. Tek fjala e Zotit. Tek sovraniteti i tij. Që Zoti e di situatën tonë, i di rrethanat tona. Edhe le ta shohim këtë të ilustruar në pasazh. Folëm për parimin, u dukën gjërat shumë teorike deri tani, ishin pak teorike, po Zoti nuk na i lë kështu. E mira është të marrim shtyllën e doktrinës, pastaj të shikojmë zbatimet praktike. Pali thotë aty rrethprerja nuk është asgjë, as parrethprerja nuk është asgjë, por zbatimi i urdhërimeve të Perëndisë. Ne dimë shumë mirë që në dhjetën e vjetër Zoti si një shenjë të beslidhjes u kishte dhënë hebrejve rrethprerjen si një shenjë. Kjo nuk është për ne, nuk është për kishën e Zotit, ishte për atë kohë në ligj për t'u treguar atyre që ka një dallim midis popullit të Perëndisë dhe botën. Ishte një shenjë dhe botës, ishte një shenjë e beslidhjes së Perëndisë. Edhe Pali e ilustron këtë parim duke u referuar riteve judaike dhe statusit social për sklevrit edhe të lirët. Korinthasit këto raste i konsideronin të mirëqëna dhe Pali i përdor këto rrethana të jashtme. Ai thot, ja ku e kemi këtu, në fakt, ja. Në vargjet 18 deri 20, ai flet për të rrethprerët dhe të parrethprerët. Në vargjet 21 dhe 22, ai flet për sklevrit dhe të lirët. Shikojini me vëmendje. Edhe doni të shikoni argumentin e Palit, vargu 20 dhe vargu 24. Shikoni pak vargu 20 dhe vargu 24. Ky është argumenti i Palit. Përmend të rrethprerët pa rrethprerë, flet për vargu 20, argumentin e Palit, flet për sklevër të lirë, shikoni vargu 24, argumentin e Palit. Përsërit një refren, duket? Është kështu? Po? Përsërit e njëjtën gjë Pali. Zoti na ka shpëtuar në atë gjendje apo vend për të mirën tonë, për të mirën e të tjerëve. Tani, përdor fjalën thirrje, shikoni. Fjala thirrje i referohet shpëtimit në kontekst. Po të shikoni dhe ka dhe vargje të tjera në dhjetën e re. Shikoni me vëmendje, ja do t'ju jap vargun, është letra e parë e Korintasve kapitulli i parë dhe vargu 9. Besnik është Perëndia nga i cili u thirrët thot në bashkësinë e birit të tij Jezu Krisht. Pra u thirrët, jeni pjesë e Krishtit, jeni në bashkësinë e tij.
Edhe me fjalë tjera, nuk ka rëndësi se si është situata në cilën jetojmë, rrethanat nuk janë esenciale, parimi që pali po jep këtu është siç u thirrë, ashtu ec. Nuk është e nevojshme të ndryshojmë rrethanat, kjo nuk do të thotë, sepse nuk do të thotë që do të bëhemi më të mirë. Për çfarë po flasim deri tani? Ka disa rrethana që janë më të mira, dhe këtë nuk duhet ta keq kuptojmë palin, sepse thotë, për shembull, nëse je i pamartuar, është mirë, por dhe nëse martohesh thotë, nuk më ka thonë, apo jo. Ky është një ndryshim statusi, nuk diskutohet. Është mirë nëse je pamartuar, mos u shqetëso, thotë, nëse martohesh, nuk më ka thonë, do të thënë nuk ka problem. Disa rrethana janë të mira dhe mund të ndryshohen. Diçka në lidhje me punën, për shembull të kem një punë më të mirë, të kem të ardhura më të mira, është e mirë në thelb, dhe gjithkujt i pëlqen. Nëse do të kisha një promovim, nëse për shembull do të përpiqesha të ndryshoja shoqërinë, duke qenë aktiv, është një gjë e mirë, në fakt japim ndikimin tonë në shoqëri. Por nëse këto gjëra që unë përmenda bëhen qëllimi i jetës tonë, që na konsumon gjithçka në jetë, atëherë këto gjëra shndrohen në gjëra shumë të gabuara. Sepse nuk është ky motivi dhe qëllimi pse Zoti na shpëtoi. Koha është shumë e çmuar. Nëse ne jemi të prirur për ndryshimin e rrethanave të jashtme, ky është një problem i madh. Sepse koha është shumë e çmuar. A i shërben Zotit kjo gjë? Kjo është pyetja. Unë e thash edhe më përpara, fokusimi mendor dhe shpirtëror i një besimtari nuk duhet të fiksohet te ndryshimi gjeografik. Nuk duhet të fiksohet të ndryshojë nga një status në një status tjetër. Përkundrazi, dëshira duhet të fokusohet tek ai transformim dramatik i brendshëm ku një njeri duhet të ndryshojë karakterin e tij dhe të bëhet i ngjashëm me Krishtin. Sepse janë pikërisht ato rrethana që ndikojnë në formësimin e karakterit tonë si besimtar të Krishterë. Tendenca jonë është që nga që nuk ndjehemi rehat në rrethana të caktuara, u bëjmë bisht, ose rendim, arratisemi ndaj atyre rrethanave, kur mund të jenë ato rrethana vendi ku Zoti pjek besimin tonë. Pse Zoti nuk i di rrethanat? Një njeri mund të jetë në periferinë më të largët të Tiranës, ose të Shqipërisë, po them, në një zonë shumë larg, nuk e di, ku nuk hyn makina. Njëse sot makina nuk hyn dhe në vende kështu. Okej. Edhe ai njeri mund të jetë po aq i krishterë në ato rrethana ku është. Ai mund të fitojë ca njerëz për Krishtin ku ju dhe unë nuk i fitojmë dot. Dikush është boksier, unë nuk jam boksier. Bie fjala, nuk kemi ndonjë boksier këtu në kish, vetëm ndonjë që si rrihet pa u zënë, nuk e di tash. Ai ka mundësi të flasë me ata njerëz aty në atë fushë të sportit, ku unë nuk shkoj dot. Mund të ketë një punë tjetër, një profesion tjetër që askush prej nesh nuk mund ta ketë dot. Po. Njerëzit sot duan të jenë si të tjerët, e krahasojnë veten me të tjerët. Edhe konsumojnë kaq shumë energji nga vetja, e di që nuk të pëlqen, edhe kjo që po them, po patjetër, ndoshta ty nuk të pëlqen, nuk e di kush këtu. Konsumon shumë energji sa që është bërë qëllim në vetvete ndryshimi i rrethanave të tua. Edhe ke humbur fokusin e jetës tënde. Konsumon gjithë jetën tënde për të ndryshuar rrethanat e jashtme. Edhe je i pakënaqur, e i pakënaqur me jetën tënde dhe mendon që ndryshimi i rrethanave të tua, gjeografia, apo puna, apo pozita që ke, apo situata në të cilën ndodhesh, mendon që do t'i zgjidh problemet e tua. Kur ti gjithmonë ke për të qenë i pakënaqur. Edhe nuk i e mirënjohës Zotit në situatën ku ti je. Është vështirë ta gëlltitësh këtë gjë. Më besoni, sepse ne e krahasojmë veten me të tjerët. Edhe nuk jemi mirënjohës Perëndis.
duke ditur që ai është sovran në atë gjendje ku jam, ai më ka vendosur. A e beson këtë? Është vështirë ta gëlltisësh. E beson apo nuk e beson? Vështirë ta gëlltisësh. Edhe do ti që të ndihmosh Zotin. Apo të gjesh pranim tek Zoti më shumë nëse ti ndryshon të gjitha rrethanat e jetës tënde. Sikur jeta jote është vetëm të ndryshosh rrethanat. Ky është qëllimi i jetës? Të ndryshoj këtë rrethan, të ndryshoj atë tjetrën, të ndryshoj atë tjetrën, të ndryshoj atë tjetrën. Dhe mos më keq kuptoni, ka rrethana që duhet të ndryshohen, janë patjetër të mira, nuk duhet bëjnë qëllim në vetvete. Kujdes. Prandaj Pali thot, mirë është. Mirë është. Kupto më të mirën. Kupto më të mirën. Sa e bekuar që është kjo. Ne nuk krahasohemi me botën, Krishti na bleu. Në qoftë se je veshur me kostumet më të shtrenjta, apo në qoftë se je veshur me rrecka, Krishti të ka bler me gjakun e tij. Edhe ne I përkasim atij. Rritet judaike, shikoni vargun 18-19. Kjo është një pasazh I qartë. Këtu flitet, ja le ta lexojmë. Pali fillon ta zbatoj këtë parim, nuk do zgjatemi sepse është e thjeshtë për ta kuptuar. Judejt nuk janë më të lartë se sa ju. Nuk janë më të lartë. Shikoni. A u thirr dikush I rreth prerë ka fjalën për judejt. U shpëtove kur ishte I rreth prerë? Le të mos bëhet I pa rreth prerë. Në jetën e tij, nga ana praktike. Shikoni sa e bukur është. Dikush u thirr I pa rreth prerë, u shpëtua ai kur nuk ishte I rreth prerë, nga ana jashtme fizike. Si thot Pali? Le të mos rrethpritet. Rrethprerja nuk është asgjë, pa rrethprerja nuk është asgjë. Ja do flasim për pjesën e fundit. Por nëse dikush shpëtohet, nëse një jude shpëtohet, pa rrethprerja dhe rrethprerja nuk ka asnjë rëndësi. Ndryshimi I rrethanave të jashtme nuk ka asnjë rëndësi. Zoti të shpëtoi. Krishti përmbushi ligjin, jo vetëm ligjin moral, por dhe ligjin ceremonial, siç është rrethprerja pa rrethprerje. Te Kolosianët 2 thotë që ne jemi rrethprerë me një rrethprerje jo që është bërë me dorë, thotë që nuk është bërë me dorë, por një rrethprerje frymërore, thotë Pali te Kolosianët 2. Zoti ka bërë një prerje lazer brenda nesh. E na ka dhënë frymën e Tij të shenjtë. Amen. Fryma e shenjtë e Tij është futur brenda nesh. Dhe tani pyetja që un kam është nëse një hebre shpëtohet, për shembull, a duhet shkojë të rrethpritet ai? Jo. Kjo është përgjigje. Që të bëhet hebre. Po nëse një jo hebre shpëtohet, a duhet të rrethpritet? Jo, po kalojmë në gjëra shumë praktike. Jo, patjetër jo, nuk ka rëndësi. Është një gjë e jashtme, janë rrethana të jashtme, nuk kanë lidhje me anën e brendshme frymërore, sepse ne jemi rrethprerë frymërisht. Letra e parë Korintasve 12 vargu 13 thotë, sepse të gjithë jemi pakzuar në një frymë të vetëm, në një trup, qofshin hebrejnë, shikoni, apo grek, sklever, atë lirë, me që po flasim këtu. Për hebrejnë, sklever dhe të lirë. Të gjithë jemi ujitur, thotë një të njëjtën frymë. Nuk ka rëndësi. Nuk ekzistojnë dallime sociale midis atyre që janë të shpëtuar. Ungjilli te kalon këto probleme. Me fjalë tjera, nuk ka koncept inferioriteti. Tani një pyetje tjetër, me që kemi këtë pasazh. Kur një hebre shpëtohet, a është më hebre ai? Kur një hebre shpëtohet, a është më hebre? Po, më ka pasaport. Çfarë është kjo? Nga ana kombëtare, etnike, fizike, po. Ndërsa për Zotin, nga ana frymërore, nuk ka rëndësi çfarë kombësie ka dikush. Prandaj nuk ka nevojë që ta ndryshojë një rrethan nga ana jashtme. Qytetaria unë është në qej. Çfarë duhet të them? Që në sytë e Zotit, nëse dikush është shpëtuar, nuk ka rëndësi kombi, raca,
apo niveli social i dikujt. Ungjilli s'ka përjashtime. Të gjithë janë një në Krishtin, amen? Nuk ka dallime, ka nevojë që dikush të ketë një dallim etnik, kombëtar, prandaj kemi pasaporta, kështu funksionon shoqëria, nuk ka problem një gjë e tillë. Po nëse dikush ndryshon kombësinë, për Zotin nuk ka rëndësi. Është një rrethanë e jashtme. Nuk ka fare problem, frymërisht ai i përket Zotit. Ju mund të thoni po mirë se Bibla është Bibla. Dakor, prandaj jemi këtu që ta studiojmë Biblën. Te Veprat e Apostujve kemi Palin, i cili mori Timoteun e rrethpreu për shkak të judejve që ishin në ato vende, sepse të gjithë e dinin se i ati ishte grek. Ju mund të thoni po mirë, Pali pse duhet të bënte që Timoteu të rrethpritej? Në fundit ai ishte i shpëtuar Timoteu. Po, ky është një rast pragmatik. Është një arsye pragmatike. Timoteu do të dëshmonte atyre njerëzve që nuk do ta kishin dëgjuar, nëse nuk do të ishte i rrethprer si hebrej. Nuk e pranonin ata. Edhe për shkak të tyre ai u rrethprej që ata të mund të pranonin atë që Timoteu kishte për të thënë. Por ta dini që Timoteu nuk kishte pse ta bënte një gjë. E kuptojmë, thjesht për të dhënë dallimin, për shkak të judejve thuhet. Për shkak të judejve, sepse për ta një njeri i parrethprer të fliste atyre të jepte mësim për Krishtin do të ishte një skandal. U bëre ti. Dhe Pali për shkak të judejve e bëri një gjë të tillë me Timoteun. Pra çështja nuk është të martohesh apo jo, të bëhesh sklav apo i lirë, të rrethpritesh apo jo, por nëse mendojmë që na bën më frymëror një gjë e tillë, kjo është e gabuar. Prandaj Pali thotë, rrethprerja nuk është asgjë, pa rrethprerja nuk është asgjë për zbatimi i urdhrimeve të Perëndisë. Ai ti thoshe një judeu që pa rrethprerja rrethprerja nuk është asgjë dhe pa rrethprerja nuk është asgjë, ishte si të hidhje bombën aty përpara, domethënë ishte shkatruese, sepse ata e konsideronin shenjë të Perëndisë për ta. Edhe unë jam i sigurt që Pali nuk donte që Korintas si ta keq kuptonin. Me qëra fjala, as mua mos më keq kuptoni sot. Mirë, nuk duhet më keq kuptoni. Dhe Pali, po ta shikoni, ishte shumë i kujdesshëm për ta trajtuar këtë çështje. Madje prandaj në fund thot, por zbatimi i urdhrimeve të Perëndisë. Nuk e gjeni në dhjetën e re urdhrim me që jemi në kontekst që duhet të rrethpritesh. Ma gjej një urdhrim për besimtarët e dhjetës së re. Nuk do ta gjesh. Nuk do ta gjesh. Kur nuk e gjen për judejt, as mos mendo ta gjesh për një jo hebre. Kështu që të kuptojmë që këto ishin urdhrimet ceremoniale nga jashtë. Jemi të qartë që shërbenin si një shenjë nga jashtë. Nga jashtë. Rrethprerja vërtet ku është? Në zemrën e njeriu, është brenda tij. Kështu që le ta kuptojmë këtë gjë. Martesa, jo martesa, liria, skllavëria, me gjithë respektin, po e them këtë gjë janë rrethana. Ta them edhe një herë, martesa, jo martesa, i lirë, sklav, na pëlqen, janë rrethana. Kush ka rëndësi? Bindja ndaj Zotit në këto rrethana. Mirë, nëse do të mësosh sot diçka, le të jenë këto dy fraza të thjeshta. Edhe bindja është prioritet. Ajo fillon tani. Edhe një herë ta shpjegoj këtë me një fjali, nuk është ndryshimi i rrethanave që na bën frymëror, por bindja ndaj Zotit në rrethanat ku jemi. Bindja e Zotit në rrethanat ku jemi. Do me thënë, çfarë do thotë bindesh? Që fjala e Zotit, e di çfarë do thotë bindesh? Që fjala e Zotit ka të drejtë në çdo rrethanë në cilën ti gjendesh. Edhe ti bën atë që thotë fjala e Zotit. Kjo është bindja. Me fjalë të tjera, ky është prioritet. Nuk është martesa apo jo martesa apo divorci, por qëllimi i ekzistencës është të japim lavdi Zotit në çdo rrethanë ku gjendemi, përtej statusit social në cilin ne gjendemi. Tani, se nuk dua t'ju mbaj ndonjë, t'ju bëj që të kaloni përtej asaj që shohim sot, po a jemi të qartë në lidhje me këtë gjë, është shumë e rëndësishme.
Edhe sa e rëndësishme është zbatimi i urdhërimeve të Perëndis. Ka rëndësi. Edhe së fundi, shumë shkurt shohim gjithë secili le të qëndrojë në atë gjendje në atë thirrje, në cilën u thirr. Ai e thirrur si sklav, mos u shqetëso thot, por nëse mund të bëhesh i lirë, më mirë ta bësh këtë. Sepse ai që është i thirrur në Zotin, duke qenë sklav, është i liruar i Zotit, po ashtu ai që është i thirrur, duke qenë i liruar i sklav i Krishtit. Ju jeni blerë me një çmim, mos u bëni sklever të njerëzve, vëllezër, secili le të mbetet përpara Perëndis në gjendjen në të cilën është thirrur. Çfarë pasazhi? Wow. Me këtë pali vë vulën atyre gjërave që ne po shohim, po thirrja nuk ka të bëjë me pozitën sociale të dikujt. Thirrja e Zotit, shpëtimi, nuk ka të bëjë me profesionin e dikujt, me zanatin e dikujt. Shpëtimi i tij. Zoti na shpëton aty ku jemi, amen? Në profesionin që je, në zanatin që ti ke, në statusin civil që ti ke. Në atë situatë, Zoti të shpëton. Edhe thirrja në kupton shpëtimin këtu. Një krishter është i krishter në çdo situatë. Ai e thirrur kur je sklav? Lavdi Zotit, je i liruar i Krishtit, amen? Je i liruar i Krishtit. Je sklav fizikisht, por Krishti të ka liruar, amen? Ka dhënë jetën e përjetshme, të ka çliruar nga prangat e mëkatit. Megjithëse mund të jesh në shërbim të dikujt apo sklav i dikujt, se në atë kohë, në kohën e Biblës ekzistonte skllavëria shumë e theksuar madje, prandaj thot mos u pikëllo, mos u shqetëso. Zoti të ka çliruar. Zoti të ka çliruar. Ai është Zoti yt tani. Ai është Zoti yt, ti je shërbëtori i tij, je sklavi i tij, ai është Zoti i jetës tënde. Ai të ka çliruar ty nga prangat e skllavërisë së mëkatit, që është dhe më e rëndë. Po pse Pali nuk thot për sklavin që ndro ashtu siç je? Pse nuk e thot kështu specifikisht këtu në vargun 21? Po. Nëse mund të bësh i lirë, më mirë ta bësh këtë. Dini pse nuk e thot, sepse ai ishte në dorën e Zotërisë. Dgjoj, ishte në dorën e Zotërisë. Zotëria mund të bënte që ai të liroj ose jo. Ose jo. Prandaj Pali thotë, di si është puna, ti je i liruar i Zotit. Ti je i liruar i Zotit. Ama shfrytëzoje këtë liri për lavdinë e Perëndisë. Shumë e rëndësishme kjo pjesë, pra sepse edhe në kontekst në pasazhet më poshtë të kapitullit 7, qëllimi pse Zoti na ka lënë në një gjendje ku jemi është që ne t'i shërbejmë Zotit në atë gjendje. T'i shërbejmë Zotit në ato rrethana. Interesante. Pra Pali dhe Krishti nuk po revolucionarizojnë anën sociale. Kjo është shumë e rëndësishme për ta theksuar, unë ritheksoj. Edhe parimi është vëllezër secili le të mbetet përpara Perëndis në gjendjen në të cilën është thirrur. Qëndro ashtu siç je. Do t'ju lexoj një fabull. Ka një alegori kështu shumë të theksuar, po ju lutem le ta dëgjojmë me vëmendje. Do ta lexoj se ka disa detaje që nuk dua t'i harroj. Është një fabull që bën fjalë për një gurgdhëndes. Gurgdhëndes çfarë është? Çfarë është gurgdhënsi? Ai që tamam, ashtu është. E thash që t'jemi zgjuar tash të dëgjojmë këtë. Një gurgdhëndes kishte shkuar për të prerë gur me dalt dhe çekiç, duke gdhendur gurin. Mori vesh që në fshatin e tij do të vinte për vizitë mbreti dhe tha, sikur unë të isha mbret, sa mirë do të ishte. Të gjithë njerëzit do të më përshëndesnin, do të më nderonin, do të ishte një gjë shumë e mirë. Dhe për çudi kështu ndodhi, ky u bë mbret. Fabul, ë? Ky u bë mbret. Dhe njerëzit filluan ta nderonin, ta lavdëronin, ta vlerësonin dhe ky shikonte që të gjithë njerëzit i përuleshin dhe e përshëndesnin. Mirë po erdhi stina e verës dhe ndodhi një thatësirë e madhe. Dielli ishte shumë i fortë me rrezet e tij. Njerëzit nuk kishin më prodhime nga toka, sepse çdo gjë ishte tharë nga nxehtësia, dhe mbreti tha, ja, dielli është më i fuqishëm. Sa mirë do të ishte nëse do të isha unë në rolin e diellit, sepse ai është më i fuqishëm. Dhe kështu ndodhi, u bë diell.
e mori këtë rol dhe filloi të lëshonte rreze mbi tokën dhe të gjithë njerëzit për një kohë të gjatë, derisa më në fund një re e vogël i doli përpara dhe tha: "Do të ishte mirë të bëhesh are sepse ajo është më e fuqishme." Dhe kështu ndodhi. Pastaj filluan furtuna dhe stuhit shumëta, sepse ky ishte shumë i fuqishëm. Sa që u bë shumë e tmerrshme për njerëzit që të jetonin, uji merrte gjithçka përpara, pemë, shtëpi, çdo gjë që gjente. Dhe ai duke qenë re, do të thënë vuri re një grumbull shkëmbinjsh, që uji s'u bënte dot gjë. Nuk i merrte dot rrjedha e ujit, shkëmbinjt, dhe tha: "Shkëmbi është më i fortë dhe dua të bëhem si ai." U bë shkëmb, pas pak vjen një njeri me një çekiç dhe me një dalt dhe filloi të priste shkëmbin. Së fundi tha: "Do të ishte mirë të isha në gjendjen si që isha më përpara." Duke kuptuar që ishte më i kënaqur tani se sa t'i kalonte përsëri ato gjëra. I shkreti. Si që thire, ashtu ecë. Le t'ullim kokën gjithë. Ne jemi të nevojshëm kudo. Zoti na ka lënë në shoqërinë ku jetojmë në çdo situatë. Midis shërbëtorëve, midis zotërinjve, midis punëtorëve, midis të varfërve dhe të pasurve. Bukuria e jetës krishtere qëndron në faktin sepse është projektuar për të vepruar në çdo nivel të njerëzimit. Prandaj, ndryshimet nga ana jashtme nuk janë qëllimi i jetës që të bëhen, jo qëllimi ynë. Besimi krishter tregon madhështinë e tij edhe në vende që nuk janë edhe aq të vlerësuara, në punë të rëndomta, të ardhurat të pakta, në varfëri e të tjera. E dini pse? Sepse sot njerëzit janë sklever të pasioneve dhe zakoneve të tyre për shkak të së quajturës liri. Ka njerëz që mund të jenë të lartë në sytë e njerëzve, njerëz me pushtet, mbretër, por në sytë e Perëndis janë sklever të mëkatit. Vëllezër, secili le të mbetet përpara Perëndis në gjendjen në të cilën është thirrur. Nëse jeta jonë ka Zotin, nuk ka rëndësi ku jemi. Por le të lulëzojmë aty ku Zoti na ka mbjell. Prandaj na thirri ku jemi. Por para së gjithash, kërkoni mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e tij dhe të gjitha këto do t'ju shtohen. Do ta kemi të plot gëzimin. Lulëzimi kërkon vetëm një farë të mbjellë fort në dashurinë e Krishtit. Në dashurinë e Krishtit. Le të jemi të kënaqur në gjendjen që jemi me ato gjëra që kemi, të jemi mirënjohës Zotit, le ta bekojmë Zotin, le të mos ankohemi dhe ankohemi vetëm duke ndryshuar rrethanat e jashtme, edhe nuk bëhemi të kënaqur asnjëherë. Vetëm zbatimi i urdhrimeve të Perëndis ka rëndësi. Në çdo situatë që të jemi, le të mos i kemi sy te rrethanat, por më tepër tek e vërteta e Zotit. Zoti na ka thënë, nuk do të na lër, nuk do të na braktisë. Nëse Zoti ka folur sot, në situatën ku gjendesh, në gjendjen ku je, në rrethanat ku ndodhesh, a mund të thuar Zotit: Zot, unë dua që ti përballoj këto rrethana. Dua që në këto rrethana, Zot, të t'jap ty lavdi. Dua që të rritem, Zot, në rrethanat ku unë jam. Edhe Zot, faleminderit për gjendjen në të cilën ndodhem. Vërtet nuk më pëlqen ndoshta ashtu siç mendoj plotësisht, por unë, Zot, jam ty mirënjohës, sepse ti ke në dorë jetën time. Edhe unë dua të kënaqem, Zot, në gjendjen që jam. Ndryshoje zemrën time. Më ndihmo, Zot, të jap ty lavdin që ty të takon në rrethanat ku gjendem, në situatën ku jam. Le të fokusohem, Zot, te shërbimi yt, tek madhështia jote, tek lavdia jote, sepse nuk ka rëndësi statusi, gjendja materiale në jetën time, por në atë situatë nuk do të jap ty lavdi. A mund të thuar Zotit këtë? Le të kalojmë pak momente në heshtje, nëse Zoti ka folur në lidhje me rrethanat e jetës tënde. Jepi atij lavdi, edhe nëse Zoti do që të ndryshojë rrethanat, le të ndryshojë. Le të ndryshojë. Ai është Zoti i jetës tonë.
Le të kalojmë pak momente në heshtje. O atë falemderit për vërtetën tënde, Zot, falemderit për hirin tënd. Zot, ne jemi njerëz edhe ti, duke qenë aty ynë frymëror, di nevojat tona. Sa nevojë që kemi, Zot, për këshillën tënde. Nuk mund ta gjejmë dot askund veç në fjalën tënde, Zot. Falemderit që fjala jote është dritë. Falemderit që na rrit përmes saj, na ndriçon jetën. Zot, na ndriçon shtegun ku hedhim hapin. Falemderit, Zot, për gjendjen ku jemi, për rrethanat ku jemi, për vendin ku jemi, për situatën ku gjendemi, për gjitha rrethanat ku ndodhemi, Zot, ti dëshirojnë që ne të shkëlqejmë dritën tënde në çdo vend ku gjendemi, që të jemi të perëndishëm në çdo rrethan ku gjendemi. Ashtu siç kemi kaluar si shqiptar situata të vështira, turbulenca të egra, Zot. Besimtarët që janë besimtarë të fortë, pavarësisht rrethanave, kanë ecur me ty. Kanë duruar për ty, Zot. Kanë dhënë ty lavdi, Zot, sepse ti je i denj. Zot, falemderit që jeta jonë nuk është jashtë teje. Ti na bleve me një çmim. Pavarësisht rrobave që veshim, gjendjes financiare, statusit social, gjendjes civile, sido që të jemi, Zot, ti je aty në qiellor. Falemderit që ti je sovran. Edhe ne duhet i thellojmë rrënjët tona edhe më shumë, Zot, në sovranitetin tënd. Sepse ti je sovran, o Zot. Ti ke në dorë jetën tonë, rrethanat tona. Zot, falemderit, sepse ndonjëherë rrethanat e kësaj bote djalli i përdor për qëllimet e tij. Prandaj, Zot, ne duhet t'japim ty lavdi në gjendjen ku jemi. Dhe kur ne jemi të kënaqur në situatat që gjendemi, ti drejton hapat, Zot. Ti rregullon rrethanat nëse duhen ndryshuar. Zot, jemi shumë mirënjohës që ti je ati i shpirtrave. Edhe lutemi, Zot, që të drejtosh hapat tanë në çdo hap që hedhim. Faleminderit, Zot, për këtë parim të jashtëzakonshëm, të vështirë, shpeshherë, Zot, por kaq të vyer dhe kaq të çmuar në lidhje me gjendjen tonë. Në vend që të ankohemi dhe të ankohemi dhe të ankohemi vazhdimisht, Zot, themi, të jemi shumë mirënjohës, Zot, që ti na ke dhënë jetën e përjetshme, dhuratë më të madhe nuk ka. Që na ke dhënë një punë, një stre, një familje, Zot, të jemi shumë mirënjohës. Faleminderit për kishën tënde, faleminderit për familjen frymërore, Zot, ku ne gjendemi. Zot, le ta duam njëri tjetrin fort, me dashurinë e Perëndisë. Të jetojmë për ty, Zot, sepse nuk ka asnjë vlerë jashtë teje jeta jonë. Faleminderit që ti na mbron, o Zot, na forco edhe më shumë për të ecur për ty në unitetin e frymës. Që ti të marrësh lavdi, Zot, nga kisha jote. Unë të dua dhe lutem në emrin tënd të çmuar. Amen.